Kthehemi sërish drejt për së drejti në programi. Themi mirëmëngjes gjithë atyre të cilët sapo janë zgjuar. Jemi në pjesën e dytë të emisionit live në mëngjes, ku do të fokusohemi tashmë tek një temë e cila është shqetësuese, për sa kohë të dhënat vijnë edhe nga avokati i popullit, i cili ka bërë me dije ku le themi flitet për dhunën ndaj grave, sigurisht edhe dhunë e cila është shtuar kohët e fundit, gjithashtu sa i përket edhe feminicidit në të njëjtën kohë. 8 marsi ishte dita perfekte në fakt për të protestuar për këto ngjarje, megjithatë dita e djeshme në Shqipëri ka shkuar e qetë ku qytetarët sigurisht kanë shpërndarë le themi lule në formën e dashurisë. Megjithatë ne do diskutojmë ditën e sotme për këtë temë. Kemi kënaqësinë ta kemi në studio zonjën Brunila Dervisha, ndihmëse komisionere tek avokati i popullit. Mirëmëngjes, ministre. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Mund të na jepni një, le themi, tablo të qartë të dhënave që keni sjellë, ndoshta edhe për të kuptuar ne pak më shumë se ku shkojmë përmasat e këtij fenomeni që vazhdimisht në fakt përmenden dhe flitet nga raporte të ndryshme, po do doja të ndaleshim te ky që ju sapo keni publikuar. Atëherë më lejoni së pari të them që nga viti 2024 pranë avokatit të popullit është ngritur observatori për femicidet, i cili është një mekanizëm monitorimi për rastet e dhunës ndaj grave, dhe formës më të rëndë të saj siç janë vrasjet e grave, por gjatë vitit 2024 dhe gjatë vitit 2025 është zgjeruar kjo gamë duke marrë edhe format e tjera në shqyrtim, pra dhe format të tjera ekstreme, siç janë plagosja e rënë me dashje, vrasjet e mbetura në tentativë dhe vetvrasjet. Përveç pra monitorimit dhe të rasteve, bëhet dhe një analizë e thellë e shkaqeve pse kanë ardhur, pse ka ardhur kjo dhunë, përse kanë ardhur, dhe çfarë kanë shkaktuar këto forma ekstreme të dhunës ndaj grave. Dhe njëkohësisht, observatori pasi bën një analizë të tillë pra të gjitha këtyre rasteve, del sigurisht edhe me gjetje dhe rekomandime drejtuar institucioneve se si duhet të përmirësohet situata, pra si duhet të forcuar ky mekanizmi i mbrojtës. Për të kaluar në raportin, është raporti i dytë në fakt që sjell avokati i popullit. Rastet janë shqyrtuar gjatë vitit 2025, por janë rastet të vitit 2024, pra janë marrë në shqyrtim vrasjet, plagosjet e rënda me dashje, vrasjet e mbetura në tentativë dhe vetvrasjet, gjithsej 18, nga të cilat ka rezultuar se 5 kanë qenë vrasje dhe prej tyre, sipas karakteristikave që kanë këto, 3 janë kategorizuar si femicid. 6 janë plagosje të rënda me dashje, 4 vetvrasje dhe 3 vrasje të mbetura në tentativë. Ndalemi pak tek shkaqet, ato që ju përmendët pak më parë? Atëherë, shkaqet nga të cilat ndodhin këto vrasje, së pari padyshim mbetet ende ato normat e thella patriarkale, role tradicionale që i vishen gruas shqiptare, varësia ekonomike. Dhe këtu duhet themi që varësia ekonomike është një nga ato shkaqe që i lë gratë që të rinë brenda atij cikli të dhunës të mos largohen nga abuzuesi. Kemi vënë re në fakt që disa shkaqe të tjera, midis shkaqeve të tjera janë edhe përdorimi i këtyre në raste më të rralla, por përdorimi i substancave narkotika apo i alkoolit. Pra janë disa nga shkaqet, jo vetëm domethënë që kanë dalë nga ky raport, por edhe nga raporti që ka qenë më përpara 2021-2023. Kur nuk kemi të bëjmë me raste sporadike, por me problematika të mbartura, me raste që ndoshta edhe më herët mund të jenë denoncuar fillimisht si dhunë dhe më pas ka ngaluar në ekstremin me vrasje. Është e vërtet kjo që thoni ju. Faktikisht për të arritur deri te femicidi kemi disa shkallë, pra është përshkallëzuar, pra femicidi ka ardhur pas, ose këto forma të rënda që përmendëm kanë ardhur pas një seri ngjarjesh të mëparshme, pra duke filluar që nga dhuna psikologjike, dhuna fizike, rastet janë denoncuar, rezulton për shembull nga raporti që gati 72% e rasteve kanë qenë të cilat kanë përjetuar dhunë më përpara dhe një pjesë e madhe të tyre edhe kanë qenë të njohura për institucionet, por institucionet, si thua, me ato mekanizma dhe masa mbrojtëse të kanë aplikuar, kanë dështuar, më vjen keq ta them këtë, po kanë dështuar në mbrojtjen e këtyre viktimave. Po pse, sepse në ligjin e kemi shumë të fortë dhe duhet të funksionojë patjetër, sidomos në rastin e dhunës në familje, nëse denoncon më njëherë me mas. Është e vërtet, në fakt kemi dhe një ligj të ri tani, në fillim të janarit të 2026 është miratuar një ligji për parandalimin dhe mbrojtjen e grave nga dhuna dhe nga
dhuna në familje, pra është një ligj i cili në fakt është synuar të harmonizohet edhe me dokumentat ndërkombëtare, sidomos me Konventën e Istanbulit, pra me ato rekomandime që vijnë, me akit e Bashkimit Evropian e të tjerë. Por pra ligjin e kemi shumë të mirë. Kemi ratifikuar konventa, kemi politika të miratuara nga qeveria në mbrojtjet, zbatimi, si gjithmonë zbatimi. Zbatimi, pra mekanizmi i koordinuar i referimit, i cili në fakt është ngritur në 61 bashki të vendit, por i cili nuk funksionon në të gjitha bashkit ashtu siç duhet. Sigurisht që ka nevojë qofte edhe për mbështetjen, do më thënë, vendosjen e fondeve, shërbimet e specializuara që jepen për viktimat, ngritjen e qendra ka, por të cilat duhet të shtrihen. Avokati i popullit në fakt në disa herë në rekomandime të ndryshme ka theksuar që ka nevojë që këto shërbime të specializuara për gratë duhet të shtrihen në të gjithë vendin dhe të jenë të aksesueshme, sepse programet e rehabilitimit për shembull ndaj dhunuesve është shumë normale që duhet kemi më shumë programe, sepse duke rehabilituar dhunuesin padyshim që parandalohet edhe dhuna. Absolutisht, po gjithsesi unë personalisht një nga pikat që kam parë gjithmonë si problematike ka qenë mosbatimi i urdhrit të mbrojtjes. Dhe sa herë që mendoj për urdhrin e mbrojtjes edhe për pasigurinë që gratë edhe kur e kanë urdhrin e mbrojtjes nuk e marrin, më kujtohet rasti i gjyqtares Fildes Hafizi, që ishte edhe sistemi të drejtësisë edhe u vran nga ish-bashkëshorti i saj. Imagjino dikush që nuk ka asnjë mundësi as për ta njohur ligjin, as për të kërkuar që të zbatohet. Është e vërtet kjo, prandaj edhe ato shifra prandaj janë aq larta kur tham gati 72% e kanë, domethënë kanë qenë të njohura më përpara edhe nga organet, edhe ka rezultuar pasaj me pasoja të rënda për jetën dhe për shëndetin e grave. Po mosbatimi në disa raste vjen edhe nga informimi i ulët, që mund të kenë, përveç pra asaj që tham që mekanizmi i koordinuar për shembull nuk funksionon gjithmonë njësoj, por ndonjëherë edhe nga informimi nga pasiguria për shembull që kanë vetë gratë për ta denoncuar rastin. Shpeshherë ka patur raste të grave të cilat kanë shkuar deri në denoncim, por e kanë tërhequr. Dhe kjo për njësër arsye, shkërcënimet që mund të kenë marrë për shembull nga familjarët e tjerë për të tërhequr për shembull padin. Megjithatë ka gratë të tjera të cilat mund të jenë më të guximshme dhe mund të drejtohen gjykatës për divorc, duke marrë frenat e jetës në dorë. Në këtë rast, nëse ato gra shkojnë gjykatë, nuk kanë mundësi ekonomike, kanë të drejtën përfaqësohen nga një avokat? Po, në rastet civile, po kanë të drejtë, pra në këtë rastin që thatë ju, për shembull edhe për marrjen e urdhrit të mbrojtjes, edhe në rastet e divorceve, gjithmonë gratë kanë mundësi, padyshim është ligji për ndihmën juridike. Falas ka një drejtori të ndihmës juridike falas në Ministrinë e Drejtësisë. Tek avokati i popullit shpeshherë drejtohen gra që kërkojnë informim dhe këshillim se si ato duhet ta çojnë më përpara këtë proces, kurse për sa i përket në viktimave të krimit, në këtë rast ndihma është më e kufizuar, zakonisht ajo është përkthehet në avokat privat. Pra, domethënë viktimat marrin avokat privat. Po, Flori. Nëse flasim pak edhe për mënyrën se si ndikon, kjo dhunë që është ndaj gruas, por besoj që ndikon më pas edhe tek fëmijët, tek familja në tërësi, apo jo. Cilat janë pasojat që vinë me dhunën e vazhdueshme? Po të shikojmë edhe nga të dhënat, domethënë që na ka sjellë observatori, shikojmë që nga gjitha këto rastet që përmendëm, 33 kanë qenë fëmijë ata që kanë vuajtur pasojat dhe 9 prej tyre kanë qenë minoren, pra nën moshën 18 vjeç. Jo vetëm fëmijët, padyshim prindrit vuajnë pasojat dhe këto patjetër që janë pasoja që lidhen me pasoja socioekonomike, të cilat përjetojnë fëmijët padyshim emocionale dhe për këtë ato kanë nevojë qoftë edhe për ndihmën psikologjike, ndihmën financiare. Këto janë edhe një pjesë e rekomandimeve që ne si avokati i popullit edhe në raportin e mëparshëm dhe në këtë raport i kemi adresuar pranë institucioneve përgjegjëse, pra marrjen e masave për mbështetjen financiare sidomos të fëmijëve që mbeten jetim
ose që vojnë këto pasojë. Dhe për të ndalur sërish tek raporti i avokatit popullit sa ka të bëjë me dhunën edhe me vrasjet në të njëjtën kohë, nëse fokusohemi tek harta dhe rastet cilat janë të shpërndara për Shqipëri, cilat dominon, pra janë qytetet, janë zonat rurale? Shiko, nuk është në një përqindje më e lartë zonat rurale, ka rezultuar 56% në zonat rurale. Në fakt ky tregon edhe një herë që mekanizmat, ajo që del gjatë analizës, që mekanizmat mbrojtjes dhe këto shërbimet janë më pak të fokusuara, pra ose janë më të dobta, sidomos në zonën rurale. Përsa i përket qyteteve, rezulton që Tirana dhe për shkak të popullsisë dhe shtrirjes së saj të madhe, do të thënë ka dhe raste të më të mëdha. Por në raportin për shembull në raportin e mëparshëm për vitet 2021-2023 ka rezultuar që qytetet të tjera me këtë lloj problematike kanë qenë Elbasani dhe Fieri. Elbasani dhe Fieri, Po, do të thënë në raportin e mëparshëm, në këtë raport. Zonat rurale? Zona rurale është me 56%. E qartë. 56%. Çfarë duhet bërë në këto raste për të forcuar mbrojtjen dhe mekanizmat e reagimit të hershëm, pra se në momentin që kapet, besoj sa më herët, aq më mirë është edhe për gratë që krijojnë më pas edhe atë pavarësinë e tyre dhe të largohen nga abuzuesi. Ligjin e tham që e kemi të mirë. Padyshim që ka nevojë aty të përmirësohet, por zbatimi i tij me korrektësi nga institucionet përgjegjëse në mënyrë të koordinuar, gjithëpërfshirëse dhe të përgjegjshme është hapi i parë dhe kryesor. Informimi. Gratë duhet të jenë të informuara për të drejtat që ato kanë. Pra ndërgjegjësimi, pavarësisht se ne shikojmë çdo vit bëhen fushata ndërgjegjësimi të dedikuara, aktivitetet nuk rreshtin, ka një sër organizatës shoqërisë civile të cilat ngrenë zërin e tyre, protestojnë, sjellin iniciativa të ndryshme, megjithatë ndërgjegjësimi pra duhet vazhdojë. Sigurisht forcimi i kapaciteteve në nivelin vendor, përsa i përket strukturave dhe mekanizmit koordinuar të referimit, shërbimet e specializuara. Këto janë, mendoj unë, dhe fshtimi padyshim i fondeve të dedikuara për çështjet në mbrojtje të drejtave të grave dhe të dhunës në Dhe për ta përmbyllur për gjithë ata që na dëgjojnë dhe në këtë rast kanë nevojë për ndihmë, ka një mënyrë se si mund ta kontaktoj një grua e cila mund të ketë nevojë avokatin e popullit? Padyshim, avokati i popullit nëpërmjet e para njerë nëpërmjet ardhjes direkte pranë avokatit fizikisht, pranë avokatit popullit. Nëpërmjet aplikacionit, kanë numër telefoni të cilën mund ta kontaktojnë. Nëpërmjet email-it, pra gjithashtu patjetër, gjithashtu duhet ju them që ne kemi edhe 6 zyra rajonale në vend, kështu që dhe përfaqësuesit e zyrave tona rajonale në këto mund të kontaktojnë. Japin akses të drejtë për drejtë. Të drejtë për drejtë me qytetarë. Gjithashtu padyshim që ka mekanizma tjerë, janë linja e këshillimit për gra dhe vajza të cilët mund ta telefonojnë policinë, pra dhe ajo që dua të them është që viktimat ose gratë të cilat ndjejnë qoftë edhe atë elementin më të vogël se po abuzohen dhe po dhunohen, duhet patjetër të mos e tolerojnë, por të drejtohen pranë institucioneve. Shumë faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit juve. Ishte vërtet kënaqësi. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi pas pak.